Ndërsa afrohet koha e iftarit, ritmi I qytetit fillon të ndryshojë. Në Shkup rrugët duken më të qeta, ndërsa shumë qytetarë janë në përgatitjet e fundit për hapjen e iftarit. Pak njerëz që shihen në rrugë janë duke bërë blerjet e fundit. Bukë, pitalka apo ushqime të tjera që nuk mungojnë në sofrën e iftarit. Ndërkohë nga xhamit dëgjohet ezani që lajmëron fundin e agjerimit, ndërsa dritat ndizen dhe qyteti hyn në një tjetër atmosferë. Në këto momente rrugët mbeten pothuajse të zbrasta, pasi shumica e qytetarëve janë mbledhur pranë familjeve të tyre për të hapur iftarin. Është një nga ato qaste të rralla kur koha duket sikur ngadalson hapin e saj. Zhurma e ditës ndalet, lëvizja pushon për një moment dhe qyteti merr frym në heshtje. Është ai çast kur njeriu rikthehet te vetja, te Zoti, te familja dhe te mirënjohja. Një moment I vogël në kohë, por me domethënie të madhe.